Edi Rama inspektoi rrugën provizore që është hapur në aksin Librasht-Prenjas, duke mundësuar qarkullimin në Juglindje pas gati 11 ditësh bllokim. Rama tha se rrëshqitja ndodhi për shkaqe natyrore, ndërsa i konsideroi manipulim dhe perversitet akuzat nga opozita. Është një manipulim i madh, një perversitet shumë i madh, sepse faktikisht këtu jemi në aksin e vjetër. Dhe aksi i ri nuk është këtu, në kuptimin nuk është i ndërtuar ende këtu. Akset e reja janë ato që kalojnë për të ardhur deri këtu, ndërkohë që këtu vazhdon puna këtej, nuk ka lidhje me ata atje. Dhe ajo atje është një rrëshqitje e shkaktuar nga faktori gjeologjik për shkak të mbinarkesit me Shira. Këtë situatë të krijuar nga natyra, kryeministri Rama u angazhua ta tregojë duke e parë nga afër rrugën e shembur Pogradec-Librasht, bashkë me ekspertë gjeologjistë. Këtu ku ka ndodhur rrëshqitja dhe zona në fjalë është një zonë që ka gati 18 vjet histori intensive rrëshqitjesh. Plagë e kësaj natyre, ku mjafton të vish ta shofësh dhe kupton më njëherë se ku je dhe shef më njëherë që këtu s'ka dorë njeriu që ta ketë shkaktuar nga paaftësia apo nga të tjera arsye, kthehet në një burim helmimi të vazhdueshëm të opinionit publik. Balta hedhur nga opozita sipas kreut të qeverisë nuk e zhbën dot punën që po bëhet për ndërtimin e korridorit të 8, një projekt strategjik për Shqipërinë. Një korridor i cili përpara pak kohësh është përfshirë edhe në korridoret e lëvizjes së forcave ushtarake të NATO-s, gjë që i arrit edhe më shumë vlerë. Pas gati 11 ditëve bllokimi tashmë për udhëtarët, do të funksionojë rruga provizore Librasht-Prenjas. Një gjë është e sigurt, tha kryeministri Rama, pavarësisht gjithçkaje, punimet do të vijojnë pa ndërprerje dhe do të bëhen me cilësi. Gjithë që jemi shumë të vetëdijshëm për dëmin që i shkaktohet njerëzve nga ndryshimi i ritmit të jetës, jemi shumë të vetëdijshëm për pengesat që shkaktohen dhe për të garantuar që puna këtu nuk ndalet dhe vazhdon pa pushim. Teksa bisedonte me banorët, Rama gjeti vend të reagonte edhe për protestat e opozitës, që sipas tij po dëmtojnë imazhin e Shqipërisë në botë. Ai pranoi se ka vend për kritika brenda mazhorancës, por theksoi se askush nuk po e lufton korrupsionin si qeveria aktuale. Më të egrit armiq të shqiptarëve janë shqiptarët. Kjo është e vërteta. Në kohë të ndryshme, në pozita të ndryshme, për arsye të ndryshme, por kjo është e vërteta. Siç është e vërteta që gjithë çfarë bëhet në ato pocaqi protesta që janë si jashtëderdhje njerëzore në bulevard, bëhet vetëm për fotografitë që prodhohen nga zjarret dhe nga dhuna për të çuar në për botë, për të thënë ja kjo është Shqipëria, mos shkoni në Shqipëri, mos bëni turizëm në Shqipëri, mos investoni në Shqipëri, mos besoni tek Shqipëria, se Shqipëria është e zhytur në korrupsion e bla bla bla. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tregoi se si e mësoi shkarkimin e Elisës Spiropalit disa javë para se kryeministri Edi Rama të merrte vendimin. Kreu i Partisë Demokratike nuk kurseu akuzat për Ballukun dhe lidhjet me Ramën për ta mbrojtur sipas tij. Është lubia ajo që komandon plotësisht Ramën dhe ju keni konstatuar se si Rama është bërë avokati më kryesor i saj, qoftë në gjykata, qoftë në publik, qoftë kudo. Gjë të cilën Spiropali nuk e mori përsipër, sepse Spiropali në takimet e saj, ku në çdo takim çështja e parë që i ngrihej ishte çështja Balluku, Spiropali nuk shpreh se ajo është e pafajshme ajo këto, por shpreh në mënyrë evazive
se shpresoj që drejtësia të mos pengohet dhe të gjitha këto nga shoqëruesit e saj i shkonin direkt Rams dhe Lubis. Dhe unë këte pata parajmëruar prej kosh se e mora vesh dhe do ketë dhe tjerë desada, se asnjë nga këta që takohen me të huj, ta që aty në parlament rrahin gjoksen dhe bën avokatër të saj, në takime me të huj nuk thonë një fjalë në mbrojtje të saj, por lanë të kuptohet që gjithçka është nga ndërlidhja që ka me Ramën, sa që janë të habitur të i gjithë komunitet ndërkombëtar se çfarë lidhje, po ata gaboj një gjë, komunitet ndërkombëtar. Gaboj një gjë. Të gjithë ata që mendojnë se lidhjet në shumëllojshmërinë e lidhjeve disa janë parsore, unë u them atyre se lidhjet më të tmerrshme, më të pazgjidhshme janë lidhjet në krim. Dhe çdo aludim për lidhje tjera është i gabuar. Lidhja e Lubi Ballukut me Edi Ramën janë lidhje në krim. Kjo është gjithë problemi, prandaj ai nuk e lëshon dot. Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Tiranë, Grant Van Cleave, konfirmon për aty CNN se i ka dërguar kryeministit Edi Rama dhe zyrtarëve të tjerë kur kërkon shtyrje të tenderit për portin e Durrësit. Ai thekson se emailin e ka dërguar në emrin e tij personal dhe jo atë të Dhomës Amerikane. Përmes një letre, kreu i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri, Grant Van Cleave, i kërkon kryeministrit Edi Rama dhe disa zyrtarëve të lartë të qeverisë shtyrjen e tenderit për portin e ri të Durrësit. Për Radio CNN, Van Cleave konfirmon se letrën e ka dërguar personalisht dhe jo në emër të Dhomës Amerikane të Tregtisë. Në letër argumentohet se nëse porti ndërtohet me përmasat e planifikuara aktualisht, vendi rrezikon të humbas mundësinë për të bërë një qendër kryesore logjistike. Vendimi planifikuar për 9 mars lidhur me Porto Romanon përfaqëson një moment strategjik kombëtar që do të formosoj pozicionin gjeopolitik dhe ekonomik të Shqipërisë në Europën Juglindore për dekadat e ardhshme. Portet ndërtohen një herë në shekull dhe gabime strategjike të bëra në porte mund të përcaktojnë fatin e një kombi për një shekull. Nëse Porto Romano ndërtohet në shkallën e tij aktuale të kufizuar, korridori 8 do të dështojë strukturalisht dhe rrjedhat e madhrave në Europën Juglindore do të vazhdojnë të kapen nga porti i Pireut dhe porti i Selanikut, duke lënë Shqipërinë jashtë sistemit qendror logjistik të Mesdheut për shekullin e ardhshëm. Në letër, Van Cleave thekson mëtej se Amerika mund të ofrojë ndihmën e saj me firma inxhinierike, lider amerikan që do të ndihmojnë në rishikimin e projektit të Porto Romanos, hekurudhave, autostradave dhe gjithë infrastrukturës për përdorim të dyfish të korridorit të 8, të ndërtuar sipas standardeve të NATO-s. Në këtë mënyrë, sipas tij, Porto Romano mund të bëhet platforma qendrore logjistike e Evropës Juglindore e integruar me korridorin e 8. E teksa bëhet publike kjo letër, këtë të shtunë Rama foli gjatë inspektimit të rrugës Librasht-Pogradec për rëndësinë strategjike të korridorit të 8 dhe lidhjen e tij me portin e Durrësit. I cili faktikisht së bashku me portin e ri të Durrësit garanton një aks tjetër lëvizje të mallrave dhe të njerëzve nga lindja drejt perëndimit. Përpjekja jonë për ndërtimin edhe të një krau ushtarak të portit e bën korridorin, do ta bëj korridorin edhe më të rëndësishëm dhe patjetër që do të rrisi në fund fare në mënyrë të jashtëzakonshme vlerën e tij, por edhe vlerën e pronës për rreth tij dhe patjetër edhe impaktin e tij ekonomik dhe social. Një operacion i furishëm është zhvilluar në Vlorë me urdhër të SPAK, ku janë lëshuar 8 urdhër arreste ndaj personave të dyshuar si pjesë e një grupi kriminal që operonte në qytetin Bregdetar. Burime nga hetimi bëjnë me dije për Radio CNN se gjatë operacionit është zbuluar aktiviteti i një grupi të strukturuar kriminal, ndërsa është arritur edhe zbardhja e një vrasje të ndodhur më parë. Autoritetet kanë lëshuar urdhër arrest për Florian Plakun, i cili ndodhet aktualisht në burg dhe teksa masa i është komunikuar në qeli. Plaku arrestuar në gusht të vitit të kaluar si i dyshuar
për përfshirje në vrasjen e ish policit Gentian Betja. Ngjarja ndodhur në zonën e Larushkës. Sipas burimeve hetimore është arrestuar edhe punojësi i policisë Rezart Kuçi për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Emri i këtij të fundit u mbajt sekret nga SPAK deri në momentin e arrestimit të tij. Presidenti Aleksandar Vučić prezantoi strategjinë në Serbia 2030 duke provokuar Kosovën pasi e konsideron pjesë të territorit të shtetit të tij. Ai pretendoi se nuk kërkon luftë, por vetëm dialog. Vučić foli edhe për konfliktin SBA-Izrael-Iran duke dhënë alarmin se po bëhet luftë botërore dhe mund të përdoren armë bërthamore. Brže diagnoze. Në fillim e përshëndeti një robot kinez, më pas prezantoi strategjinë kombëtare Serbia 2030. Presidenti Aleksandar Vučić tregoi hapur oreksin e tij territorial, duke përfshirë dhe Kosovën si pjesë të hartës politike dhe ushtarake të vendit të tij, pavarësisht se pretendoi se nuk kërkon luftë, por vetëm paqe. Kushtetuta e Republikës së Serbisë thot pa më dyshje se Kosova është një krajinë autonome brenda Serbisë. Kjo është shkruar edhe në kartën dhe në rezolutën e Kombeve të Bashkuara, pavarësisht nëse disa në botë e pranojnë apo jo. E vetmja zgjidhje për Kosovën është biseda, pa konflikte apo luftë, por dialogu dhe vetëm dialogu. Fatkeqësisht sot nuk kemi partner për bisedime. Dëshira e tyre e vetme është dëbimi i serbëve nga dheu i tyre shekullor. Ne duhet të forcojmë shkollat, spitalet dhe njerëzit tanë si themel i qëndrimit në Kosovë. Vučić paralajmëroi vazhdimin e ndërhyrjeve në punët e brendshme të Kosovës, duke konfirmuar se shteti do të mbështesë manastiret dhe kishat. Pavarësisht se deklarata për momentin e duhur për të bërë një luftë është bërë nga vetë ai, presidenti serb kritikoi raportimet e mediave ndërkombëtare lidhur me alarmin e ngritur për Ballkanin Perëndimor. Vučić bëri me dije se Serbia do të ruajë neutralitetin ushtarak dhe pranoi se ka frikë nga NATO. Ne gjithmonë kemi pasur marrëdhënie të mira me Federatën Ruse. Tani kemi marrëdhënie gjithnjë e më të mira me Republikën Popullore të Kinës. Ne duhet të ndërtojmë marrëdhënie të mira strategjikisht dhe taktikisht me vendet e NATO-s, veçanërisht me aleancën, sepse nuk mund ta përballojmë më të bien viktim e sulmeve të tyre. Presidenti serb dha alarmin se lufta e nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ndaj Iranit po shndërrohet në konflikt botëror. Madje paralajmëroi se vatrat e luftës do të shtohen dhe se gjatë përplasjeve do të lëshohen armë që janë përdorur vetëm një herë në histori, duke ju referuar atyre bërthamore. Ky është vetëm fillimi i konfliktit. Amerikanët do të shkatërrojnë të gjithë infrastrukturën ushtarake. Iranianët janë njerëz të guximshëm dhe do të luftojnë. Por në një moment do të jetë qartë se forca e kujt është dominuese. Ndër të tjera, presidenti serb njoftoi krijimin e një ushtrie digjitale ngjashëm me ato që sipas tij posedon Izraeli, si dhe bëri me dije se shumë shpejt do të hapet një fabrikë e prodhimit të dronëve të luftës në bashkëpunim me një shtet tjetër lider në atë sektor. Të nderuar teleshikues, ne këtu kemi përfunduar. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Faleminderit.